një vjeçë bazë, por duhet të jesh inteligjent shumë gjeoletarësh për të arritur në këtë nivel. Dhe Parisi e ka më të madhe se sa të tjerë. Mirë, në të ndjekin momentet më të mira të kësaj mbrëmje që kurorzuan skuadrën e Paris Saint-Germain si fituese, më pas në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio për analizë. Po mbyllim o Eva e u shpega pita? Ska zë? Na ngrini pak duket se është e ul ky boks tek këtu shumë që pare. Po, jo, është i ulur kështu manualisht këtu. Mos e çon në maksimum, vetëm çoje pak. Jo, parën e qava e priti për dytin. Stop, Edhe shohësh dytin tash. Parën e priti mirë dhe e priti mirë. Dytin e ka fajin. Ja, kjo është i dyti, shifë dytin. Dyti është fajin. Ja vasovën këtë përrit. E reguar në vërtet. Edhe pak afër, se edhe 4 metra. Shma, i është jashtë 5 metrësh e cepi, dhe ka shumë këmbë. Ishte shumë këmbë për ta... Jeri është po më konkrete masë në ta. I ka që duhet në vonesë, ka menu thjesht dhe në fund përse i ka kërci për pare, se ka arrit. E kjo është gjytja pare të 65. Se i që pozicion e shojë. Siguria në nduar. Po, që ka në rritë se në shkojë. Që, ku është të lejtë? Në të filmon. Poi le tue da mafia, poi il povero penaltissimo si chiude. Nuk është shkutari një, po shkutari fakti që ka këto tjerë përpara që ka shumë mirë. Sa i luku domë në çdo tjetër. E sa herë fushën shumë më aty. Dhe që da punë. Si era aty aq forse era aty vetëm në shtyrë prega, në prega. Do jetë shku? Harro. Po, nuk ishte më shumë problemi i asaj që bëni juve se ishte mbyllur boksi. Këto 2 javë do fillojnë në atë, po? 2 javë përpara. Pastaj është fort. Apo jo? Po, jo, fillon që nga ora 6. Shtator, dhe neshë të grupe.
foto, gjatë që në fotografi, është studio. Se duke s'ka të studio, se studio. Da që studio. 20 sekonda. Mënë 10, 20, 10. Pse po? Po, po shkoj. Telefon. Edhe pse nuk nisi ashtu siç duhet, ndeshja për Lucas Chevalier, portierin e ri të Paris Saint-Germain, u kthye me të vërtetë një nga mbrëmjet më të rëndësishme të karrierës së tij. Edhe ishte si protagonist edhe tek penaltit, por gjithashtu mori edhe përqafimin e ngrohtë edhe nga lojtarët e tjerë, si për të larguar edhe për ato diskutimet e shumta të jashtëzakonshme, të cilat kanë bërë për Donnarumma, që ne në studio në pjesën e parë. Një mbrëmje perfekte për të Mbrëme me fatë, perfekte është pak më egzageruar. Për të, personalisht për të. Si të që tjetë, kjo është fitore shumë e vogël duke krahasuar me fitore të Paris. Sepse kjo është një finale e sportues, po është tjetër gjë rutinë në Champions, i përballësh me emra shumë të mëdhenj gjatë gjithë rrugës, për ta arritur në fitore e klubës Champions. Gjithsesi, ajo do të bëhet gjatë kujdesit të tij, është fitoria e parë, një trofeu, duke qenë portieri i parë i skuadrës Paris Saint-Germain. Unë do të them që sidoqoftë Donnarumma ka lënë gjurmët e veta ke skuadra e Paris. Edhe pse nuk është dhe nuk ishte sot në fushë përsëri, ai ka pjesë të rëndësishme të tij në fitimin e këtij trofeu. Si ka qenë ai gardiani i kokës së Parisit për të ardhur deri në finale. Dhe besoj që sot përfundimisht ai e ka mbyllur historinë me Paris Saint-Germain, historinë e fitimeve të tij, për të vazhduar të vazhdojë sepse ai është portieri i veritar. Për shkak nuk mund të them që ka një besim të madh për tjetër, nga portierët më të mirë të kompeticionit të Champions League, si e drejtonit e ne drejtojnë. Por gjithsesi sot ai pati fatin për të fituar. Me gjabe një diskutuan korrigim të veshët, gjabe të shumë specialistë të unë, mendon që ai ka gabuar në golin e tij. Ka gabuar. Po, mund të ishte një refleks, mund ta thotë gjatë më qartë. E diskutojmë ja kur i kemi pamjen, jemi duke ripar golin e dytë, duket i gabim personal i Chevalier apo ndoshta edhe mbrojtja e Parisit ishte ajo që mund të bënte më mirë për ta ndryshuar këtë situatë. Jo, skuadra e Parisit vuajti shumë këtë goditje standarde, dhe për dy golat i pësoi në goditje standarde. Por këtë golin më thënë që është gabim individual, sepse në një kënd shumë diagonal dhe ka një hierarki vonuar të duarve dhe prandaj mendoj që është gabim i portierit. Në të tilla raste, në të tilla nivele dhe pastaj kur ke për të zëvendësuar një portier që vjet ishte portieri më i mirë i Champions League-s, peshohet çdo gjë. Unë besoj që këtu është zgjedhje e gabuar, mënyra si pozicionon duart. Unë nuk e se kam qenë portier, por që prapë më mendoj që ky është një gabim individual. Për këndin që ka dhe për trajektorin që ka topi, se e ka shumë të afërt. Pastaj në përgjithësi është paraqitur mirë. Para këtij goli ka bërë disa ndërhyrje shumë të mira, dhe goli i parë bën një ndërhyrje shumë të mirë. Megjithatë ishte rastësi ajo që ndodhi, ajo që pam në fushën e Blair, që le të themi ishin dy qendërmbrojtësat e Tottenham që shënuan golat dhe i dhanë edhe avantazhin pastaj Bluminenska. Po, unë nuk e besoj rasti, unë e besoj që janë skema të organizuara sepse në të gjitha rastet që Tottenham rrezikoi ishin nga goditje standarde në shtyllën e dytë. E bënte ngjeshjen e lojtarëve sikur do sulmonte tek shtylla e parë që merrte vëmendjen e mbrojtësve të Parisit dhe pastaj gjithmonë poziciononte një lojtar të lirë në linjën e fundit dhe pikërisht kërkoi ai lojtar nga krosimi, ku pastaj vinte edhe rrezikshmëria. Unë besoj që ka qenë e studiuar nga trajneri i Tottenhamit pikërisht për të goditur në këtë mënyrë dhe jo vetëm në dy rastet e golave, por edhe në një rast tjetër që rrezikoi për shënuar ishte pikërisht për një tjetër skemë. Duke kursuar tek shtylla e dytë dhe duke gjetur gjithmonë një lojtar të lirë, që o asistonte për lojtarët brenda zonës ose godiste drejt portës.
Në fakt për ta vazhduar diskutimin, sepse duket sikur do të disa mësime nga mbrëmja e sotme, nuk e di mori Thomas Frank disa mësime nga ky mbrëmje? Besoj që po, sepse gjithë ato ekipe që përballja është në një skuadër shumë të madhe dhe me diferencë të paktën në letër në raport me skuadrën e tij, për mua i prodhoi një profil interesant të dojë sot në Tottenham, lojtarë që vrapuan më shumë. Vite më kujtohet në komentin e tij, kolegu jon Tafaj tha, kur ishte dhe gjatë 20 ca minuta lojë, tha ka vrapuar 6 kilometra më shumë skuadra të Tottenhamit se Paris Saint-Germain. Pra, pa mbaruar lojë 6 kilometra më shumë. Pra ata vrapuan, u munduan, mbuluan sektor, krijuan avantazh, nuk e ruajtën dot. Këtu hyn të ngesha eksperiencës, po për mua Frank si trajner i ri i skuadrës së Tottenhamit, për mua do të marrë nota pozitive në ndeshjen e sotme. Pra ta pasësh me Paris Saint-Germain, që është një investim mbi 1 miliard euro. Dhe Tottenhami që nuk ka as një të 20-ën e këtij investimi, atëherë vjen në një moment që skuadra ka treguar sot vera, Tottenhami ka treguar vera. Dhe vjen një që doli nevojë parashikimi i se valë që skuadra daneze të gjejë problem. Pavarësisht se vjen nga një pozicion jo i mirë në renditje në kampionatin e tyre, përsëri luan futboll dhe disa. Nuk kam një ide të ekipet angleze luajnë futboll në vërtet. Luajnë futboll të sinqert. Sinqerimin e zhvillimit të lojës. Luajnë disa undin në shpaklar, nëse do të jetë sot për shumë të kanë ndikuar performancën e tyre në lojë. Megjithatë për mua sot ata kanë dalë në nota pozitive. Pra, të ish në këtë gjendje me Paris Saint-Germain në një finale të Superkupës, personë me të pozitive të Tottenhamit dhe të Thomas Frank. Ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos ndroni kanalin, rikthehemi pas pak. Mos mëri. E pipoj, vazhdoj. Ose bëj shtëpi. Bëj shtëpi. Bëj shtëpi, bëj tjetër. Ka fotografiat do pas më ka thënë njerimi që kur e vën të publicitetin, domethënë na mund se 4 orë, që sa publicitete janë bërë, ose të 3 këndësh, janë 3. Transmetoja me drone. Një hapësirë publicitare, 2. Dhe unë tani që bëj 4 orë. Nuk e korën të dakë, që që përja, e shënoja që të shumë ka, edhe bëja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe që të bëjmë shkujtë, kur isha koment. Ti e kene dhe dori me kujtë, filmoni me qati, filmoni të bëhone. Edhe pas e shërë vizat sa e bërë, edhe këto, dhe transmitimi dhe komentet. Ani ne po pretendojmë dhe të qative mos shkojmë. Je shumë më shumë se të verda dhe i neshit, ka të zdo ka një viza njërimi. Po jo, atë është ka pasur, ka që po pasur në zakasone. Atë me një anuar dhe Italia, anuar e që të sektori, ashtë pasur e madhë, ma të pojnë, që të tarë dhe mund që ma panë ma beri një ma po shumë. Të dy copën që të ne një përnozë të marri në brisë dhe një që të bërë të ne. Edhe në bërë një dy kive që të anuar. Po e t'i pasur e madhë, nëse ta njësë kete bëjë fare, kemi në gjepë me vetë, si e bëjë, Bëjë për pare, hapa të gjithë gjë, sa të Ke telefon që e bëjë fare, dhe bëjë dhe edhe shpisia bëjë, gjithë telefon. Po, e pra nga që nuk e gjojmë neve këtë se unë prapë kjo, për nga. Qojnë edhe një që nga kemi që se kjo, në fakt, kjo e ndezër rizakonisht, po unë në sekund pak më shumë të gjithë. Po, në pas kësaj, të herë, po. Stop. Dhe në gjakë. Dhe në gjakë. Unë barë që ati filloj dera. Në kodin e reklamën e Evën e kemi 1, 2, 3, 4. Kjo ishte vetëm mbrëmja e parë europiane për të dyja këto skuadra që provuan të ndezin motorën për varja nisjes së UEFA Champions League. Në fakt, çfarë treguan këto 3 ekipe të paktën nga ajo se çfarë do presim nga sezoni i ri i Champions, se besoj si Parisi, si Tottenham do të luajnë absolut shanset e tyre për të fillojë.
Parisin tregoj që nuk do ta ulin në asnjë moment ritmin sepse çdo skuadër bëhet e vështirë, atë vështirësi që hoqë sot kundër Portomelit do ta ketë me këdo se është kampioni i fuqisë dhe çdo skuadër do mundohet marrë masa maksimale duke u përgjigjur me forcat më sa mundsi kam për të përgjigjur Parisit. Tottenhami është keqardhje sepse sot megjithmonë tregoj një potencial të mirë, por që nuk do ta kemi më për çdo Dice se nuk është apo i fituese apo si fituese. Ka hyrë nga dritare. Kështu që pas në kampionat nuk e dritare se do të shkojë në Angli. Nuk e do Liverpoolin, Chelsea, Manchester City, Arsenalin, këto kanë. Sot tregoj një nivel të mirë. Tregoj një nivel të mirë dhe ne pak më shpejt mund vite nga kategoria se sa kualifikohet. Po sigurisht, edhe një taf të dritar. Tamam më hyri nga dritare. Jo, tregoj një nivel të mirë, tregoj që ka një skuadër, një përbërje të mirë. Sot do mund vetëm nga 11 metrash drejt skuadrës më formë të Europës në momenti, kështu që për të dyja morën ato sinjalet që i duhen këtyre skuadra. Parisi që duhet të jetë gjithmonë alert, që mos ta ulë nivelin në asnjë moment, dhe Tottenhami që mund të bëjë diçka. Dolën mësime me vërtet me vlerë nga mbrëmja e sot. Vlerë nuk e di, a je i kënaqur nga modeli aktual i Superklubës apo? Ose edhe këtu mund të bëjë një ndryshim të formatit, për shembull, nuk e di, ndoshta do të shihte më shumë skuadra. Finale e Superkupës. Si ndodhe normalisht në Itali? Jo, unë mendoj që ky është formati klasik, unë përgjithësi jam konservator në këtë drejtim. Sepse jo vetëm për atë që përfaqësoi Jo, e di se është vërtet se teze edhe formati i ri, për shembull, në Champions nuk do të ketë, edhe pse pati shumë kontestime në teorinë, është zgjedhja më e mirë, pastaj në fund fare besoj se kemi dalë shumë të kënaqur sepse ka qenë një futboll shumë interesant dhe me shumë adrenalinë. Unë jam më pak fort, do të presh ta provoj të cilin, se një herë nuk provoj. Do të japësh pak kohë, Po, se të piqim edhe ne bashkë me atë, sepse ta krijon edhe refleks, është shumë e rëndësishme. Futbolli, prandaj edhe ka jetuar kaq shumë gjatë në mendjen e zemrës të njerëzve, se ka shumë polici konservator. Ashtu se evolumi shkencor ka bërë vetë dhe së fundi janë futur shumë gjëra, ama edhe shumë gjëra janë prapsuar. Është futur vari, shumë gjëra janë prapsuar që janë qenë propozuar më përpara, janë futur shumë arbitra, një që futën arbitra dhe nga fundorja, u bëzë shumë ekipi arbitrave se ekipi nuk e të futbol, o punëtoroqen prapë. Kështu që nuk e di, do t'japi prova përsëri për t'i bindur njerëzit, jo neve. Ne të bindur jemi që kjo funksionoj. Por që mendoj që është provën si. Edhe provën si. Okej, mirë, se që përmendëm, kjo ishte vetëm mbrëmja e parë, ka shumë të tjera që na presin në sezon të ri që pritet të jetë në të vërtetë i paparashikueshëm, tamam si ta hiqur që përjetuar në mbrëmjen e sotme. Të martën e ardhshme diskutimi i UEFA Champions League në fazën kualifikuese që do të përcaktojë se kush do të shkojnë 7 biletat e fundit për në elitën e futbollit evropian. Vazhdo të shihemi në 19 gusht në studio UEFA Champions League. E deri atëherë, nga unë Eva Muradi, natën mirë. Ka që vëmë shpia rita. Nëse këtë partide, këtë partide dhe një. Ka përse një. Në shumë një përse. Por ma lejoj. Natën, shihemi në 19 gusht. Tamam veg, mos harro. Veglat e punës se ishte prishur ky se me sa duket e kanë vënë në rër, edhe ishte ndryshkur tripodi. Nga kripa.